me drën shko që ku problemi. Me drën. Okej. Që të bon djali edhe ja vë ju. Edhe Mas mirë. Më ka kanë morras një mos, që 24 orë gati po bëhon, që është rruga e bllokuar. Kanona i kanë vlerësu damat, kurs na i kanë qitë varët. Gjendjen e njëjtë e kemi pas edhe para edhe ditë 2 javë. Veç kur ka vërshime, pa marrë parasysh janë të vogla, vinë intervenojnë se për sy e foqe. Shqetësimet e tona janë që gjithmonë sa herë ka rishje shihet na kemi gjendjen e njëjtë. Kjo gjendje është pas pakti që 15 vite. Kemi bërë kërkesë në komunë, janë në nënshkrimet e gjithë qytetarëve, prej fshatit Dardaninje deri në Sejev, me hapërejkën, kur s'kanë intervenuar. Kanona i kanë vlerësu damat, kur s'na i kanë qitë varët. Gjendjen e njëjtë e kemi pas edhe para edhe ditë 2 javë. Po kjo gjendje që huja që 15 vjetë e njëjta, veç kur ka vërshime, pa marrë parasysh janë të vogla, vinë intervenojnë se për sy e foqe, edhe mo kur rrisë mirët kërkosh me të. As komuna, as ministria, as kur s'morrin kur farë vendimin me orë me boni zgjidhje. Shqetësimet tona janë shoku i komunës për shkakun, që nuk vjen nuk ka kanë morras një mos, që 24 orë gati po bëhon, që është rruga e bllokuar. Është problema është nuk lëvizet hiç për momentin. Se nuk mundesh me lëviz, po shihet tek pesha edhe vet, ka pas njerëz të me kamiona që ku kanë metë atje poshtë. Edhe me nëse që i kanë nxjerr ata zerr fiksa, një dy turç bilum janë. Edhe i kanë nxjerr ata dikon kanë ndën 2 gjysura mdokët që aty dikon të natës. Tash e pa lëvizshme është. I kam ngrit edhe më herët në kuvendin komunal, po edhe te inspektoriati komunal. Gjendje është në rroth por fakturi njeri fajtor që e kem këtë gjendje. Po edhe mos angazhimi i inspektoriatëve si të nivelit lokal, po edhe në nivelit qendror. Kjo është herë radha e tretë që ke shpërtësuar gjendja.